Dhe në këtë pjesë të fundit, kam kënaqësinë të prezantoj një strateg të jetës dhe biznesit me famë botërore. Folës TEDx, autor, bestseller dhe fitues i mbi 100 çmimeve ndërkombëtare, me një ndikim që prek lider, politikan, sipërmarrës dhe profesionist të suksesshëm në çdo fushë. Toni Jeton Selimi nuk është thjesht një trajner i specializuar në sjellje njerëzore, por një arkitekt i jetës dhe një udhërëfyes i besuar drejt së ardhmës. Vetëm në 5 muajt e fundit, libri i tij më i ri Climb Greater Heights ka fituar mbi 8 çmime prestigjioze ndërkombëtare dhe është shpallur Amazon bestseller në 3 kategori, duke mbajtur këtë status për një javë të tërë. E kam kënaqësinë që ta prezantoj para jush mikun tim, Toni Selimi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Toni. Përshëndetje dhe gjithmonë mirë se ju gjitha. Është shumë kënaqësi që të kemi. Faleminderit. Është mirë kur vjen për pushime, dhe që ne kuptojmë që je këtu dhe menjëherë nuk hezitojmë për të pasur edhe në emision. Është shumë mirë se puna ime është gjithmonë e lidhur me punë, po gjithashtu me frymëzim sa më tepër njerëzve nëpër botë, posaçërisht popullit tonë. Më trego tani drejt, kur vjen për pushime këtu, e shfrytëzon kohën edhe për punë ndonjëherë, të kërkoj shoqëria jon këtu? Më së tepërmi është punë. Edhe është shumë pak pushim, por besoj se punën që e bëj për mbi një dekadë është. E kam kryer një punë dhe kam krijuar një biznes që vetja ime nuk i kërkon pushim më. Dhe me thënë është gjithmonë jam në vendet bukura ku trajnoj klientët e ndryshëm dhe këto vende gjithashtu të frymëzojnë. Dhe gjithë punët që i bëjmë, rezultatet që i krijojmë, dhe me thënë krijojmë një energji, një rreth meje që trupi im nuk lodhet. Sakt. Këtë e keni dëshmuar edhe dukeni, Faleminderit. Toni, thuaj libri i fundit, ashtu siç e përmendën, Climb Greater Heights, është libri që fitoi 6 ose 8 çmime 4-5 muajt e fundit, ku ka korrur mjaft suksese përveç librave të tjerë, dhe ky i fundit doli me një rezultat të shkëlqyeshëm. Më thuaj se çfarë ju frymëzoi për ta shkruar këtë libër? Për një dekadë kam punuar me klienta të ndryshëm nga gjithë sferat e jetës, por gjithashtu biznesat që janë me famë botërore, që bëjnë një punë jashtëzakonshme të mirë. Dhe për këtë dekadë, metodologji që kam shfrytzuar që ndihmoi jo vetëm ndryshimin e produktivitetit në kompani, jo vetëm vendimarrjen e mirë të liderave, jo vetëm negociatat e ndryshme, do me thënë zgjedhjes së një kulturës toksike, po gjithashtu ndihmën që i duhet një biznesi nga ana e procesit, nga ana e produkteve, nga ana e shërbimeve, nga ana e, do me thënë, vizionit të biznesit dhe vizionit të leadershipave. Dhe këto hapa i kam punuar me klientat një dekadë. Dhe gjithë klientat për të dekadë më kanë thonë ndaj këta hapa me botën. Këta 12 hapa... Që do thotë kjo është një përmbledhje, a? Një përmbledhje e një dekadës, dhe me thënë posaçërisht ky libër është për bizneset, për sipërmarrësit edhe për liderat. Dhe me thënë, po gjithashtu njerëzit që janë në punë profesionale dhe kanë një ide që të krijojnë një biznes mirë. Edhe tash jena të jetojmë në një epokë që, dhe me thënë, kufit e janë shmangur më. Se një njeri mundet çdo kund të jetone në botë, dhe prej aty vendi ata mund të krijojnë një biznes dhe një shumë të parave që asnjëherë nuk është ka qenë imagjinuar nga prindërit tonë. Shumë e saktë. Po më thuaj se si arriti që të fitoj kaq shumë famë libri, për këto muaj të tërë? Të fitoj kaq shumë çmime ndërkombëtare dhe të mirëpritet jashtëzakonisht shumë mirë nga një masë e gjerë dhe jo vetëm nga shqiptarët, kuptohet, por ka marrë një famë botërore. Kur punon ti me kompani të ndryshme, me lidera, me politikan, me sipërmarrës të ndryshme, me profesionistë në mjekësi, direktorat të firmave të ndryshme, ti krijon një network të besueshëm. Po gjithashtu ata e kanë lexuar gjithë librat e mi. Do të thënë, çdo libër që korri sukses, kur vind puna të libri tjetër, do të thonë gjithë ta njerëz që kanë lexuar librat kërkojnë dhe presin librin tjetër. Edhe tash pse ky libri tash duan, kena mbi 10.000 emaila që na mbritën me ideja cilën libër duhet
ta shkruaj dhe ta publikoj në vitin 2026 ose 2027. Do me thënë, suksesi është hapa që merr çdo ditë njeriu dhe gjithashtu marrëdhëniet që krijon me njerëzit. Do me thënë, marrëdhëniet me klientët, marrëdhëniet me punëtorinë e tyre, marrëdhëniet me individat e ndryshëm, marrëdhëniet në shoqëri, marrëdhëniet me mediat, marrëdhëniet me partnerat e ndryshëm. Do me thënë, shumë njerëz e kanë mënyrën në të cilën ata hyjnë në biznes e kanë të limituar. Ky libër, Climb Greater Heights, është do me thënë si ti mund t'i hapish këtë dorë, së pari ti është një lider autentik, së dyti e ke fjalorin ku njerëzit të dëgjojnë. Se kur si zakonisht hyj në biznes, ose kur një lider thot du të kenë trajnim privat me ty, e ndëgjoj çdo pjesë të zërit, të trupit dhe të problemeve që ai ka personalisht, po gjithashtu në biznes. Dhe pastaj fillojmë të krijojmë një strategji, një plan program dhe hapat e duhura që duhen që ata të mbrijnë qëllimet e personale si lider, po gjithashtu të vizionit, po gjithashtu edhe të punëtorisë, po gjithashtu edhe ku biznesi punon, do me thënë rrethina e biznesit. Dhe ka shumë sende në kohën e sotshme pse një konsumer ta blen produktin, pse një konsumer ta blen produktin. Dhe streset e biznesit ose streset e një personazhi botror, do me thënë janë shumë më të mëdha dhe sfidat janë shumë më të mëdha. Dhe Climb Greater Heights, do me thënë është si të shmangen në majat më të mëdha. Dhe kur hyjmë në këto maja, do me thënë të arrijmë në këto maja, trupi jo, nëse ne paramendojmë ajo, do me thënë nëse shkojmë në Kilimanjaro, do të përgatitesh me muaj për shkak se në çdo shkallë kur shkon ti në atë majë të madhe, edhe oksigjeni ndryshon. Do me thënë, ti duhet përgatitesh edhe nga ana e mendjes, edhe nga ana e emocioneve, edhe nga ana e rrethinës, se si ndryshon rrethina. Do me thënë, edhe në biznes, edhe në profesion, neve sa ma tepër hipim këto shkalla, na duhen, do me thënë, gjëra tjera që mund të menaxhojmë veten e të menaxhojmë të tjerit. Nuk mund ta kenë atë njëjtën psikologji, për shembull, nëse ti bën një biznes që është me 6 cifra, me biznesin që vijnë 7 cifra ose 8 cifra ose 9 cifra. Ose ti nëse je një njeri që në profesion dhe tash del bësh supermarkes. Ose ti je një njeri dhe del bësh politikan. Do me thënë, presionet e ndryshme ndryshojnë momentin që ti të vjen një sfidë tjetër në jetë. Do me thënë, nuk është një udhë që ne thojmë, ok, e kena kriju veten. Dhe kjo është dallimi që shoh me njerëzit që bëhen tepër të suksesshëm, po jesin të shëndetshëm. Kanë marrëdhënie të shëndetshme dhe gjithashtu janë më të rrallë këta njerëz? Po janë më të rrallë se ajo vjen gjithashtu se këta njerëzit vlerësojnë eksperta që do me thënë ata e din vlerën se si një ekspert pranë teje të ndihmon shumë më shpejt ti të kalosh sfidat, po gjithashtu ta zhvillosh psikologjinë që të bëhet veç menaxhimi i vetes. Dhe ta dish si ta shfrytëzosh kohën, do me thënë si marrish vendime që ata përputhen me një vizion. Shumica e njerëzve se kanë qartë vizionin e tyre, se kanë qartë mendjen e tyre, se kanë qartë çfarë emocione tregojnë për ato. Posaçërisht njerëzit kur vinë nga ana e ekspertizë time si ekspert i sjelljes, nëse kanë probleme të smundjes. Hapi parë, va pyesi, dhe me thënë, çka është smundje në kokën tënde. Dhe si zakonisht ata s'din si ta sqarojnë. Unë vetë mund ta sqaroj, ka dhimbje, mëdhem shpina, ose kanë depresion, kanë antë, kanë bijozing, kanë adiksion të ndryshëm, por kur fillojmë të pyesim pyetje thella, unë hyj në psikologjinë e tyre. Dhe me thënë, gjërat që neve na ndodhin çdo ditë, 80% këtyre informatave shkojnë në vetdijen tonë. Dhe kur janë në vetdije, ta bëhen programe që ekzekutohen automatikisht pa me ditë ti pse kanë bërë këtë vendim. Dhe kjo është ajo që shumica e njerëzve botror që punojnë direkt me eksperta, prandaj unë udhtojmë tam botën atë dhe s'kam kohë pushim. Për shkak se misioni im të bëj këto parime, metodologjia të ndryshme që i kam zhvilluar, të gjithë librat janë metodologjia që i kam zhvilluar, janë provu me shkencë, me klienta, kanë korë sukses, prandaj bëj trademark dhe prandaj i shkruajnë libra. Kuptohet, ka të bëj pak edhe me shkollimin tuaj, natyrisht. Natyrisht, sepse ndryshe jeni shkolluar në një vend shumë të avancuar në krahasim me Maqedoninë e Veriut dhe kjo ju ka ndihmuar më së shumti besoj. Toni, ky libër mund të jetë edhe një urë lidhëse për gjithë sipërmarrësit e ri?
Absolutisht, për shembull në gjuhën angleze entrepreneurship. U shkruajt me fokusin e sipërmasit të ri, fokusin e biznesave dhe liderave. Pse? Për shkak se nëse ti shkon me një ide dhe me të vërtet e përkushton jetën ti në shpirt thot unë jam sipërmarrës. Edhe ka erdhë diçka të ka ndodhur jetë edhe si zakonisht ja e hub punën, ja rrethanat ndryshojnë, ja teknologjia si për shembull teknologjia e inteligjencës artificiale fillon të ti hape pak syt. Ose ke pa dhe një YouTube video, ose të shkon, kur shohim në diçka jashtë vetes, nëse ne e përdorim as një pasqyrë, ne mund të kryejmë shumë gjëra. Edhe gjëra më kryesore është njeriu të marrë, domethënë gjithmonë them, hiq një prej mendjes, vendonja fletore. Dhe shkruani çdo ditë. Dhe lexoni çdo ditë dhe bëni domethënë një punim me veten dhe me idenë që dëshironi. Po nuk jeni i pari që ma thoni këtë, se ne nga ngarkesa e shumë që kemi harrojmë jashtëzakonisht shumë, unë e kam këtë dobësi dhe hiç më lart se para 2 javë ma tha edhe një psikologe, merr një letër afër dhe çdo gjë gjatë ditës çfarë ke bërë shkruaje, por që ne nuk e praktikojmë këtë. A të tregoj pse? Shumë keq, A të tregoj pse ose jo? Po, dua të më tregosh. Jo, ajo të tregoj, pse? Ajo më tregoj, po, më tregoj, ma shpjegoj pak a shumë, por jo në detaje, në thellësi, po. Se gjëja që vendohet në letër, është domethënë ne marrim prej botës imagjinare dhe bim në botën materiale. Domethënë shkrimi është hapi i parë nëse ne e marrim një ide. Për shembull, një arhitekt nuk bën një studio pa më pas lapsin në dorë dhe i bën gjithë gjërat. E njëjta gjë vlen për ti si një sipërmarrës nëse dëshiron të bësh një ide. Po gjithashtu nëse je një kopshtar dhe dëshiron të kryesh një kopsht të bukur. Çdo gjë që vjen prej kokës tonë, edhe patjetër shfrytëzohet dorën dhe shfrytëzohet lapsin dhe shfrytëzohet fletën. Edhe pse kohën e sotshme kena mobitella, kena inteligjencë artificiale, nëse njerëzit nuk janë të kujdesshëm, ata do ta shmrasin trurin e tyre dhe nuk do të mund të jenë kompetent në botën që është duke u formuar tash. Edhe është një botë shumë më ndryshe që botën që kena jetu deri tash. Po, definitivisht. Thjesht duhet të bëhemi menaxheri më i mirë i vetes. Fundja. Jo se veç menaxhimi më i mirë, por gjithashtu ne e shohim trendin me ChatGPT në botë. Domethënë, nëse dikush dëshiron të çojë një tekst, shkon në ChatGPT e bën ChatGPT ta dërgojë tekstin. Domethënë, ti nuk e shfrytëzon trurin tënd dhe nuk i punon informatat në trurin tënd që ti kesh me një ide. Domethënë, këto shkrimtarët që besoj autorët që na ndëgjojnë sot, e dinë se si autor çdo libër bëhet më i mirë. Pse se kena shumë leksione që mësojmë prej librit të parë, për shembull. Të kaluarin. Domethënë, në çdo profesion, po gjithashtu edhe si autor, kur njeriu vazhdon në atë rrugë që krijon, ti mëson shumë sende. Domethënë tash kur do të jem në New York në prill, domethënë japin një trajnim se si të fluturosh në fletët e autorit, të librit. Edhe me inteligjencën artificiale. Për shkak se backgroundi im është në teknologji dhe inteligjencën artificiale. Unë flita për inteligjencën artificiale në 2017, para se më u bë trend. Dhe tash më kanë thirrë të bisedoj gjithashtu për nga ana e fjalës belonging, ku ti ndjehesh mirë. Domethënë si ajo lidhet me teknologjinë, me zhvillimin e inteligjencës artificiale, çka do ndodhe për 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet ku ne do të kemi tash inteligjencë artificiale që është super inteligjente. Dhe posaçërisht ajo që bëhet inteligjenca artificiale sintetike. Me shumica e klientave të mi në botë jam duke punuar këtë punë tash. Se si e bim sjelljen njerëzore, psikologjinë, biznesin, leadershipin dhe inteligjencën artificiale me etika të vlerëshme dhe vlera të larta. A mund të ndikojë pastaj negativisht inteligjenca artificiale në psikologjinë e njeriut, Toni? Absolutisht. Nëse njeriu tash nuk e mbush mendjen, inteligjenca artificiale do shmrazë gjithë. Po imagjinoni të rinjët, që vetë shumë të rinj kanë filluar ta përdorin. Nëse ti e përdor mendjen tënde mirë, nëse ti punon me mendjen dhe ngrin mendjen dhe ngrin diturinë e mendjes dhe shfrytëzon inteligjencën artificiale, ti do të lundrosh shumë më mirë në këtë ndryshim që në epokë që asnjëri prej nesh nuk e dim se çka do na ndodhe, po mund të parashikojmë gjërat duke ditë se si inteligjenca artificiale është duke i përpunuar informata dhe sa shpejt gjërat ndryshojnë në sekond, jo në minutë. Domethënë ne kena një epokë ku deri tash na duhet 100 vjet të mbrim deri telefoni. Po
po tash ne për 1 vjet mund t'i bëjmë gjëra që i kena bërë 100 vjet. Po, shumë e vërtet. Po. Kur jemi te bizneset dhe të sipërmarrësit, ashtu si që ke bërë edhe këtë libër ti, cilat janë ato gabimet më të shpeshta toni që i bëjnë liderët e ri? Do të thënë liderët e ri... Dhe ke hasur në ndonjë histori interesante me ndonjë lider shqiptar në këtë rast? Ka plot, do me thënë varet se është lideri i biznesit ose është politikan, se këto janë sfidat të ndryshme, nuk janë të njëjtat sfida. Dy kahje plotësisht ndryshme. Çështjet, gjërat, sfidat më të mëdha i kanë, sepse do me thënë kur ti bëhesh me një pozitë, ke një imazh, një reputet. Dhe shumë shpejt edhe një besim. Shumë shpejt këto sendet tehen, varet prej sjelljes tënde. Do të thonë, në shoh njeriu ka sjellje, ka fjala, ka sjellja, vepra. Do të thonë, këta 3 gjëra. Nëse njeriu, një ekspert e shef një njeri, mund vinë 1 milion informata për atë njeri. Dhe mund të punoj me atë njeri që atë njeri të përpunone gjërat në vete, që do me thonë përputhen me pozitën që je. Për ndryshe, do me thonë dhe të kesh tepër rezistencë, dhe të kesh tepër njerëz që dhe për fjalin, dhe nuk, fjala jote nuk depërton të menaxherët ose të njerëzit që punojnë për ty. Do të thonë besueshmëria. Gjëja më e madhe tash është ajo, do të thonë paraja më e madhe është autenticiteti. Dhe gjithashtu në epokën e inteligjencës artificiale është lideri me autenticitet, lideri me influencë dhe lideri që din se si të ndëgjone njeriu që të tjerët që ka përballë. Që ka përballë. Do të thonë gjithë vinë të sjellja. Për shembull, mbram kisha një klient, punuam deri mes natës, dhe me thënë prind që kanë humbë djalin. Dhe me thënë është një gjë që mund t'ja hupe jetën njeriut. Dhe shumica e njerëzve, nëse nuk i përpunojnë këta sende, ata mund zhvillohet një smundje. Me thënë me shumë raste përballeni çdo ditë ju edhe atje, cilat janë ato raste që ju prekin më tepër toni? Si rastin mbram, për shembull. Si rastin mbram, se rastet e biznesit mu nuk më prekin. Pse kam kriju, do me thënë, dije dhe dituri dhe metodologji të ndryshme që mund t'im biznes dhe bëjmë si një mikroskop. Dhe si një mikroskop të i shef gjithë virusat e biznesit. Dhe ke më të letë, po, pastaj kur ti menaxhosh. Nuk ka emocione, po gjërat që janë personale, për shembull, gjërat kur vinë ndarjet marrëdhënieve, për shembull, marrëdhënie unë gjithmonë u thon klientëve të mi kur fillojmë nëse ata vinë për mu specialisht nëse kanë probleme në marrëdhënie, posaçërisht njerëzit që kanë biznese, posaçërisht njerëzit që punojnë së bashku në biznes. Në me thonë se ajo energji ndikon të çdo një në biznes e në kohën e sotshme njerëzit mund të shohin sy dhe e dinë se çka ndodh. Dhe shumë sende ndodhin aty. Do të thënë kur vijnë gjërat nga ana emocionale, kur vijnë gjërat nga ana e depresionit ose dikush që ka bigjose dhe shef të ndikimin në familje, shef të ndikimin të njerëzit që kanë besuar ke ty dhe hupin besimin, shumë sende. Po gjithashtu nëse ti je një celebrity, edhe ti bën diçka, një gest vogël, bën dhe gjithë mediat në përbot flasin për atë sen. Edhe ajo të ndikon tepër në psikologji, hyn depresion, aktit hipet, stresi hipet, ka sende që do me thonë si që një njerëzore jo gjëra që mund prekin. Se gjërat e biznesit shumë shpejt ne mund të rregullojmë dhe të i kalohen. Po kur vim panat ke fëmiu, te vetja, te partneri, te një shok, një miqësi, para se më këtu, erdhi një klient prej British Virgin Islands. Dhe është një avokat që do me thonë prej firmës që ndan Princes Diana. Do me thonë ati ndihmova, të erdhen deri në moment që ai me partnerin e ty nuk bënte ma. Do me thonë dështë të ndajnë dhe këshin 2 fëmijë. Edhe tash ti kur e shef fëmijën, edhe i shef 2 njerëz që kanë qenë së bashku për 15 ditë. Nuk jem ata një gjë e vogël. Edhe ata të kishin erdhur për para, ne mundeshim edhe të rregullojmë edhe marrëdhënien. Po ata erdhën në procesin e fundit. Pasi kanë pas shumë avokata që ju ndihmojnë, pasi kanë te kalu me milione kanë shpenzu me avokata, ende nuk e kishin divorcin. Edhe ishte një klient tjetër që i tha, në këtë njerëja është ekspert i sjelljes, do t'ju ndihmojnë edhe ty edhe gruas. Po si zakonisht në këto situatat i ke konflikt interesi. Dhe advokatët jo, nuk mund punon ajo më të dy se është konflikt. Po sjellja njerëzore dhe psikologjia dhe një ekspert ta ndryshon biteve jetën ku ata u divorcuan me dashuri. Vërtet. Që do të thotë jo me inate. Jo me inate, jo me sende, se 2 njerëz, nëse kena njerëz që na ndëgjojnë momentalisht. E keni vendosur që do ndaj. Me fat keq në njeriu, posaçërisht në kulturën tonë, nëse kena
dijen që ne me dashurit ndajna me diken. As që mendojmë se posaçërisht nëse ke fëmijë, se këto fëmijë një ditë do të martohen. To ditë nuk do të martohen nëse shohin si nana dhe baba kanë bën këtë marrëdhënie. Domethënë ne duhet ta shohim ndikimin këtë gjë. Kur nuk shkon, ndau. Nuk shkon gjërat me zort dhe ne na kanë mësuar prindërit tonë që duhet me zort. Po në atë epokë, ndoshta, po në epokën e re, njerëzit që ngrin dijen, ata gjithashtu e vlerësojnë veten. Domethënë ti nëse shkon me një partneritet, duhet dy njerëz të vetëdijshëm ty në partneritet dhe të punojnë me njëri tjetrin. Prandaj thuhet që martesa është kompromis, apo jo? Korrekt. Kompromis, po duhet të jem qartë me atë kompromis. Se për shembull, do t'jap një rast të klientëve shqiptar, merren në Londër me edhe për trajnim. Domethënë, kur prindi nana dhe baba i thot vajzës ose djalit, martesa është për jetë, dhe të bësh kompromis, dhe ti ke një partner që dënon, që të vret, që domethënë të kontrollon, dhe ta bën jetën zi, dhe ti smuesh. E atëherë nuk është kompromis. Okej, prandaj thon njerëzit, bëni vëmendje fjalës që thoni vetes. Domethënë kompromisi është një fushë shumë e madhe. Dhe kur filloj të piçpiçet, ata thonë, jo, s'do të kompromoj. Ka sende po, duhet të punosh me njërin tjetrin. Unë nuk e quaj kompromis. E quaj domethënë bashkangjitje dhe ngritje të vlerave individuale dhe të vlerave në marrëdhënie. Shumica e njerëzve në botë, posaçërisht në Ballkan, ata s'kan lidhje me përputhjen e vlerave kur hyjnë në një marrëdhënie. Domethënë s'kan punuar me ekspert, ta shohin nëse me të vërtetë këto vlera përputhen. Ne hyjnë martesë dhe mbrapa i shiqojmë gjithë problemet. Edhe ajo nuk është... Se ndodh kjo zakonisht? Po si zakonisht, prap kthehen atë psikologjia e njeriut. Ne kena një rreth, domethënë prindët u rritën me trauma, ne u rritëm me trauma, edhe ne nuk e shkëpusim atë sëngjir. Domethënë gjenerata e reja ka një rrugë që mund të kalojnë. Dhe investimi në vetë, investimi në fillon vetën, kur ke mundësi punon me një terapist, punon me psikolog, punon me një trener, me një ekspert si unë, varet ku je në atë shkallë e zhvillimit. Por gjithmonë investome që mund të kesh një pasqyrë qartë, që të mund të ndihmoni të sqarojnë këto sende para se me i bo gabimet. Që do të thotë me fillim me kohë duhet. Me fillim me kohë duhet. Jo ta presin fundin e hidhur. Korrekt, fundin e hidhur. Sikur çifti që pas ke pasur, domethënë para. Edhe njëjtë është në biznes, njëjtë është një lider. Domethënë vendimet një lider që bën mund ta ndryshojnë gjithë kompaninë. Edhe një vendim e keq mund ta zhdukë gjithë kompaninë. Momentalisht... Po, është e njëjta, realisht. Punova me klient këtu, domethënë kam pas miliona i kanë humbë këtë prej biznesit. Domethënë ka shumë sende, edhe me kena tash përqindje të popullit tonë që investojnë. Unë jam tepër i kënaqur se vinë shqiptarët prej tan botës në Londër ose në trajnimet e mia. Dhe unë kur e shohim përkujton nëna dhe babas, edhe nëna dhe baba gjithmonë na thonte edukoheni dhe investu në shkollën tonë. Domethënë shkolla nuk është veç fakulteti ose shkolla mesme ose doktoratura. Është shkollën e jetës. Se çdo ditë është shkollë, çdo sekondë është shkollë. Çdo praktik është shkollë. Çdo gjë është, korrekt. Toni, e di që ky libër ka fituar 6 çmime ndërkombëtare, është shpallur bestseller në Amazon dhe është parë nga mbi 2.7 milion njerëz në Times Square. Si ndihesh kur vlerësohesh kaq shumë ndërkombëtarisht? Së pari është një falëndërim të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh kush janë, a je ty, a është lexuesit në përbot, a është familja, shoqëria, klientët në përbot, çdo njeri që ka qenë në rrugtim me mua, është domethënë një vlerësim e gjithë njerëzve tonë. Gjithë këto njerëz, domethënë ata mburen se ke pas një pjesë në atë rrugë. Edhe ta shkruajta në libër, ta shkruajta si një dhuratë për ti. Faleminderit që je një pjesë asaj rrugës. Faleminderit. Pse për shkak se neve si qenie njerëzore, kur ne ngrim vizionin tonë mbi veten, domethënë ne e bëjmë punën që njerëzimit ndryshone. Dhe ty kjo është një gjë kur vin Times Square, domethënë posaçërisht si shqiptar, që u linda gostivar, me ata ëndrat e mia si vogël, me sfidat e ndryshme që i kam te kalu, edhe kur e shef veten, sefte është pa besueshmëri. Për s'dyti më shkon mendja te nanat e baba,
që janë në botën shpirtërore, të gjyshit, të familja, të shoqëria, të gjithë. Se edhe atyre, dhe me thënë, kjo është një gjë për gjithë ne. Po sigurisht për ne si popullin tonë. Isha tash minhen isha të panari i librave. Edhe një gjë që më tronditi, kur shkova të pjesa që Macedonia e kishte literaturën. Kur e mora broshurën, mu merrte një tronditje se s'kishte asnjë autor shqiptar në broshurë. Ishin gjithë Macedon. Gjithë Macedon. Edhe bisedova me ata, thash pse jo, thash ne kena plot shqiptar. Domethënë nëse ne jetojmë në një shtet, të shqiptarët paguajnë taksa këtë, pse jo në kulturën që Macedonia çon jashtë, mos ketë shqiptar, mos ketë turk, mos ketë rom. Domethënë ketë një përfshirësi të gjithë nacionaliteteve, entiteteve, edhe të jenë atë mburur për atë sent. Jo veç të ndalim këtu, po, ti duhet paguash, po kur vin puna në botë, edhe shefti e hap broshurën. Ndryshojnë hesapet. Domethënë aty duhet punojnë shteti, aty duhet punojnë politikantët, për shkak se ne jena gjithë qytetarët Maqedonisë. Edhe duhet me atë mendim dikush politik, duhet vlerësohet nga gjithë anët e shtetit, jo aty ku na pëlqen ose s'na pëlqen. Domethënë të ketë një integritet se si shteti jonë ngrihet. Po, ju përveç që përmendet në Minhen që keni qenë, e di që keni qenë edhe në Frankfurt për promovimin e librit, I cili është mirëpritur jashtëzakonisht shumë dhe që është përkthyer edhe në spanjisht ky libër. Jo ky libër, gjithë librat u bë. Gjithë librat, a? Domethënë si mjet është një hap shumë I lartë që ndodhim te unë edhe te misioni im, edhe domethënë në ekipën time, domethënë kryuam shumë sende që ishim e pabesueshme përpara, se s'kena pas kohë, unë s'kam kohë, domethënë koha ime është e përcaktuar me klienta. Domethënë çdo gjë shkallohet dhe buje për njerëzve. Por që keni një staf besoj, që të ndihmon për gjitha këto. Domethënë ata që shkallohen detyrat e ndryshme, unë fokusohem në trajnime, fokusohem domethënë kur shkruaj si speaker, fokusohem si autor kur shkruaj në shkruaj librat, domethënë gjërat kryesore të misionit tim që përputhen bazë. Domethënë kur kete një fokus, gjithë koha fokusohet aty. Dhe ti kur shef aty kur vijnë njerëzit në Frankfurt për shembull, isha tepër I kënaqur se merrën klienta dhe lexuesit nga Zvicra, nga Austria. Domethënë ata që janë rreth aty. Në është kënaqësi kur shefte I populli jon, domethënë posaçërisht vajzat shqiptare që japim vlerë, që janë të martura, që burrat I kanë aq të ngritur, që thonë shko dhe mëso. Shko dhe takoj autorin. Domethënë është kënaqësi kur e shefte I popullin tonë vinë edhe ti nënshkruaj një libër. Po. Cili do të ishte mesazhi, meqense nuk na premton më koha, jemi në minutat e fundit të programit, për gjithë ata që duhet ta kenë në duar këtë libër dhe jo vetëm, sepse ke edhe shumë libra të tjerë. Domethënë në shpirt ti ke shumë shpresime. Po gjithashtu ke ëndra që dëshirosh të realizosh. Nëse jeti një supermarket I ri, është një bibli e biznesit, është një Kurani I biznesit, do t'jape 12 hapa që nëse pa marrë parasysh është biznes I ri, është biznes mesatar ose biznes tepër I lartë. Nëse këto hapa zbatohen në biznesin tonë dhe ty në leadership, unë të garantoj sukses, para, po gjithashtu qëllim shumë të madh tjetës tënde. Që e ke dëshmuar këtë, me punën dhe vizionin që ke. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, edhe pse për pak ditë na erdhe në Maqedoni, por që nuk na refuzove të jeni pjesë e programit tonë, gjithmonë me këshillat më të mira që mundoheni të na sillni edhe neve shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Të uroj shumë sukseset toni dhe radhën tjetër edhe me shumë libra të tjerë të presim, pse jo. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Të dashur miq, ne këtu arritëm ta përmbyllim emisionin për ditën e sotme, duke shpresuar që nuk e kemi bezdisur dhe që ja keni kaluar mirë për këto 2 orë të plota që kishim në dispozicion edhe këtë ditë. Ne do shihemi prapë nesër, por me kolegën time Rejhanin. Mirupafshim dhe ditën mbar.